Horoskopi javor 9 deri në 16 qershor 2025. Dashi. Kjo javë sjell një përzierje të fuqishme të ëndrave tua të mëdha dhe vendosmërisë tënde. Hëna në shigjetar në fillim javë ndes dëshirën për liri, udhëtime dhe përvoja të reja. E njëjta ditë që Jupiteri ndryshon shenjë, të shtyn të bësh plane për një vit të tërë përpara. Është një moment ideal për të shkruar ëndrat tua të mëdha në letër. E Mërkura, hëna e plot në shigjetar. Kjo hënë e plot është një pikë reflektimi për çdo përvojë dhe mësim që ke marrë që nga viti 2023, kur Saturni hyr në Peshk. Pyet veten, çfarë kam mësuar? A kam rritur durimin dhe maturinë time? Por kujdes, Saturni nuk të lë të ëndërrosh pa vepruar. Ai të kujton se frymëzimi kërkon disiplinë. Hëna në Britësjap të Mërkurën mbrëmë dhe të njëjtën, pas energjisë filozofike të shigjetarit, Britësjapi sjell strukturë dhe realizëm. Është momenti të kthesh ëndrat në plane konkrete. Mendohu për buxhetin, hapat praktik dhe vendime strategjike që do të japin formë vizionit tënd. Në fundjavë, me javën në ujor, energjia sociale rritet. E premtja dhe fundjava sjellin frymë të re në jetën tënde sociale. Hëna në ujor të inkurajosh të rrish me miq, të bësh kontakte të reja ose të përfshihesh në projekte komunitare. Lidhjet e reja do të kenë ndikim afatgjatë. E Shtuna, dita më me fat e javës, 14 qershor. Ke një kthesë të rëndësishme për të bërë nëse ke ndier mungesë besimi ose ke hezituar të ndryshosh diçka thelbësore në jetën tënde. Tani je më i fuqishëm, më intuitiv dhe gati të veprosh. Kjo është fryma e re që ke pritur. Ngjyra me fat e kuqe e zën për forcë dhe pasion. Koha me fat rreth orës 17 për vendime transformuese. Numrat me fat 1 dhe 7 për fillime të reja dhe udhë të brendshme. Këshilla javore: mos u frikso nga ndryshimi. Është vetë porta drejt suksesit. Demi, dita më me fat është e hëna 9 qershor. Të dashur Dem, e hëna sjell një ndikim të veçantë për ju. Asteroidi Pallas në stacionin retrograd në ujor, në shtëpinë tuaj të karrierës, ju jep mundësinë të reflektoni thellësisht mbi rrugën që po ndiqni në jetë. Mos merr vendime të ngutshme, në vend të kësaj, kultivo kurajsjen dhe loj vetes të eksplorosh ide të reja. Ju nuk jeni të detyruar të qëndroni në një drejtim që nuk ju përshtatet më. Kjo fazë sjell përplasje mendore dhe shpirtërore. Mund të ndjeni të shqetësuar ose të paqëndrueshëm emocionalisht, sidomos në fillim të javës. Do t'ju duhet një përqendrim i shtuar për të arritur qëllimet tuaja. E Marta dhe Mërkura 10-11 qershor janë ditët tua produktive. Puna ecën mirë, financat përmirësohen dhe mund të kesh momente të bukura me fëmijët apo me të rinjt në familje. Një udhëtim i shkurtër ose një ndryshim i mjedisit mund t'ju jap një energji të re dhe ide të freskëta. Kujdes, të njëjtën dhe të premten 12-13 qershor. Ditë sfiduese, shpenzime të papritura, vonesa dhe mungesë mbështetje nga të tjerët. Këto mund t'ju lodhin emocionalisht dhe financiarisht. Mos merr vendime të mëdha dhe përpiqu të ruash qetësinë. Fundjava sjell kthesën. Nga Shtuna e Tutje gjithçka fillon të përmirësohet. Marrëdhëniet përmirësohen, financat stabilizohen dhe mund të rilidhesh me miq të vjetër. Fundjava është kohë për pushim, shërim dhe ndriçim të brendshëm. Ngjyra me fat jeshile smerald për qetësi dhe qëndrueshmëri. Koha me fat rreth orës 9 për vendime të qarta dhe pa ngarkesë emocionale. Numrat me fat 6 dhe 9 për stabilitet dhe shpirtmirësi. Këshilla javore: mos u ndjej i detyruar të ndjekësh një rrugë që nuk të ngjall më pasion. Jepi kohë vetes për të kuptuar se çfarë të përmbush më shumë. Rruga do të shfaqet vetë. Horoskopi javor për binjakët. Dita më me fat është e Mërkura 11 qershor. Të dashur binjak, kjo javë është një pikë kthese e artë në jetën tuaj, sidomos në aspektin romantik. Jupiteri largohet nga shenja juaj dhe hyn në gafore duke dhënë një mundësi të re për qëndrueshmëri emocionale. Ndërkohë, hëna e plot në shigjetar ndriçon shtëpinë tuaj të dashurisë dhe marrëdhënieve, duke sjellë një shans të artë për të përjetuar dashurinë që keni ndërruar. Kujtoni çfarë nisi rreth datës 1 dhjetor me hënën e re. Tani është koha të shihni frytet e kësaj fare. Besoj instinkteve tua, mos ke frikë të hapësh zemrën. Ti mund të kesh ëndra të mëdha për të ardhmen, por kjo nuk të përjashton një dashuri të thellë dhe të qëndrueshme në jetën tuaj.
Marrëdhëniet familjare me fëmijët, java sjell gëzim dhe mbështetje nga fëmijët. Ju do të ndiheni të rrethuar nga dashuria dhe mirënjohja. Nuk pritjen humbje këtë javë, përkundrazi, suksesi do të vijë nga të gjithë anët. Ditët më sfiduese e Marta e Mërkurra 10-11 qershor. Edhe pse Mërkurra është dita juaj me fat, do të ketë lodhje mendore, ndoshta nga ngarkesa emocionale apo pritshmëritë. Qëndroni të qetë dhe mos reagoni impulsivisht. Ditët më të mira për financë dhe prestigj, e njëjtja e premtja. Në këto ditë pritet një rritje të ardhurave, respekt në rrethin tuaj shoqëror dhe ndoshta një dhuratë apo bizhuteri e re. Gratë binjake në veçanti do projektojnë progres të madh në fushat personale dhe profesionale. Ka mundësi të takoni me persona me ndikim, ndaj jini të hapur ndaj kontakteve të reja. Kujdes shëndetin dhe shijoni afërsinë. Fundjava është perfekte për kujdes ndaj vetes dhe shpenzim kohe me të dashurit. Një shëtitje, një bisedë apo dhe një darkë e qetë mund të bëjë mrekulli për shpirtin tuaj. Ngjyra me fat, blu e lehtë për qartësi mendore dhe paqe. Koha me fat, ora 11 për vendime të rëndësishme në dashuri dhe marrëdhënie. Numër me fat 5-11 për dashuri dhe transformim të brendshëm. Këshilla e vorë, mos harro që dhe ëndrat më të mëdha kanë nevojë për zemra të hapura. Lejoj vetes të duash dhe të pranosh dashurinë që të përket. Gaforja. Dita më me fat për ty është e hëna 9 qershor. E dashur Gaforre, jeta po të ndryshon për mirë. Në 9 qershor, planeti i fatit dhe bollokut Jupiteri hyr në shenjën tënde, duke filluar fillimin e një prej fazave më të bukura të jetës tënde. Ky është një glow up i plot si në aspektin fizik, ashtu dhe shpirtëror. Ti do të ndjesh nevojën për të rifreskuar pamjen tënde, për të punuar me trupin dhe energjinë tënde, por këto nuk janë thjesht ndryshime të jashtme, janë shprehje të vetbesimit tënd dhe dashurisë për veten. Energjia e Jupiterit rrit fuqinë tënde të tërheqjes. Do të sjellë mundësi të reja në dashuri dhe në karrierë. Financat dhe puna. Në fillim të javës, të ardhurat kryesore mund të hasin pengesa, veçanërisht të dielën dhe të hënën, por mos u shqetëso. Fitimet të papritura nga burimet të tjera mund ta kompensojnë këtë. Ditët e Martë dhe Mërkurri janë veçanërisht të favorshme në sukses dhe në punë, sidomos nëse je i përfshirë në politikë, drejtim apo organizim. Mbështetje nga fëmijët dhe fitore ndaj konkurrentëve, do t'ju jap siguri dhe krenari. Në ndikimin e kësaj faze të hënës, do të ndihesh paksa i kufizuar në aspektin financiar dhe emocional në fillim të javës, po gjysma e dytë të javës do ndriçojë me energji pozitive dhe realizime. E shtuna dhe e dila do të sjellin gëzim, harmoni dhe përmbushje personale. Marrëdhëniet do të forcohen dhe do ndihesh më i lidhur me njerëzit që të duan. Ngjyra me fat e bardhë për pastrim të energjisë dhe fillime të reja. Koha me fat 10:30 për vendime që lidhen me pamjen, vetbesimin dhe marrëdhëniet. Numrat me fat 2 dhe 9 për transformim dhe fat të papritur. Këshilla e javës. Jupiteri po ndriçon rrugën tënde. Mos u trem të ndryshosh, të shkëlqesh dhe të kërkosh më shumë nga vetja dhe nga jeta. Luani. I dashur Luan, këtë javë lumturia është në duart tua. Mërkura sjell hënën e plot në shigjetar, e cila ndriçon shtëpinë e gëzimit, krijimtarisë dhe dashurisë së vërtetë. Kjo është një kohë për të përqafuar atë që të bën të lumtur, pa dyshime, pa krahasime me ëndrat e të tjerëve. Që nga hëna re më 1 dhjetor ke kaluar një periudhë të thellë transformimi, sidomos për shkak të Marsit retrograd në shenjën tënde, i cili të ka ndihmuar të pasurohesh shpirtërisht dhe të kuptosh çfarë do në të vërtetë. Tani është koha për të kapur momenti, për të lejuar gëzimin dhe dashurinë të hyjnë plotësisht në jetën tënde. Kjo ditë e bekuar mund të ndikojë fuqishëm si në jetën romantike ashtu dhe në atë profesionale, veçanërisht në fusha kreative. E diela dhe hëna e marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat janë të forta dhe ndihma e tyre do të sjellë qetësi në punë dhe shumë vetbesim. E Martë e Mërkur, humori yt mund të lëkundet duke bërë të ndjesh i shkëputur nga puna apo rrethi yt. Mos e merr personale, kjo është kalimtare, fatmirësisht të ardhurat mbeten të qëndrueshme. E hënë e premte këtë ditë sjellin gëzim nga fëmijët, rritje të të ardhura dhe progres të ngadalë për të sigurt në punë. E shtuna mund të ndjesh pak lodhje mendore ose mërzi. Kjo është një ditë për pushim dhe reflektim. Mos u mbi ngarko. Ngjyra me fat e verdhë për optimizëm, krijimtari dhe vetbesim. Ngjyra koha me fat
ora 15:00 për vendime të rëndësishme në dashuri dhe projekte krijuese. Numrat me fat 1 dhe 5 për fillime të reja dhe energji të lartë. Këshilla javore: mos e shty lumturinë për më vonë. Prano atë që zemra jote kërkon tani dhe lejo veten të ndriçosh siç vetëm ti di. Virgjëresha, dita më me fat e shtunë 14 qershor. I dashur Virgjëresh, këtë javë ju të ftojnë të pranosh që nuk je gjithmonë të drejtë dhe kjo nuk është dobësi, por një bekim i fshehur. Të shtunën, asteroidi Vesta kthehej direkt në shenjën e Akrepit, duke të ndriçuar shtëpinë tënde të kuptimit të thellë shpirtëror dhe emocioneve të brendshme. Kjo është një ftesë për të shikuar brenda vetes, për të kuptuar që ndonjëherë kur gjërat nuk shkojnë sipas planit tënd, universi po të ruan për diçka më të mirë. Energjia e Jupiterit në Gafore të jep besim në vetvete dhe një dëshirë për të ndriçuar në skenën e jetës. Ti meriton të jesh në qendër të vëmendjes. Këtë javë yjet të japin fuqinë për ta treguar këtë. Mërkuri në Gafore dhe Hëna në Pricjap të ndihmojnë të ndërtosh strategji të qarta, të komunikosh me më shumë emocion dhe të mësosh kur të marrësh pushim. Në fundjavë, Hëna në Yjor të jep aftësinë për të strukturuar jetën tënde më mirë dhe për të bashkëpunuar në mënyrë harmonike. E Hënë e Martë premtojnë fitime nga prona dhe një rritje kursimesh. E Mërkur, mbështetje nga miqtë dhe familja të mban përpara të tjerëve me plane të suksesshme. E Njëjtja e Premte mund të ndjesh lodhje emocionale dhe shqetësime pa shkak, por mbështetja e nënës do të japë ngrohtësi. Të shtunën, një përmirësim i përgjithshëm, përparim në punë dhe takim me miq të vjetër që të ngrenë humorin. Dashuria dhe marrëdhëniet, javë e ndjeshëm për të komunikuar hapur me partnerin dhe për të përballuar biseda që mund të ndihmojnë në forcimin e lidhjes. Trego emocionalisht inteligjent, aktiv dhe mos u frikëso nga ndjeshmëritë. Këshilla e javës: mëso të kuptosh veten, pushimet janë të nevojshme, po aq sa përkushtimi. Lësho kontrollin për të fituar më shumë thellësi dhe dashuri. Ngjyra me fat: jeshile ulliri, për qetësi, durim dhe lidhje me tokën. Koha me fat e shtunë 11 paradite për takime frymëzuese ose vendime personale. Numrat me fat 4 dhe 14 për stabilitet dhe përparim të qëndrueshëm. Peshorja, dita më me fat e Hënë 9 qershor. E dashur Peshore, këtë javë Jupiteri, planeti i fatit dhe bollokut, zhvendoset në shenjën e Gaforës, duke ndriçuar shtëpinë tënde të karrierës dhe ambicieve. Ky është një kapitull i ri që hap dyert drejt sukseseve profesionale dhe personale, që do të zgjasë një vit të tërë. Mos u kufizo në atë që është e njohur. Jupiteri në Gafore të fton të marrësh rreziqe të zgjuara, të dalësh nga zona jote e rahatisë dhe të ndjekësh me guxim ëndrat tua. Pavarësisht sfidave që mund të vinë nga marrëdhëniet personale, ti je ftuar të mos harrosh që ke një mision personal për të përmbushur. Nëse je duke menduar për të ndryshuar punë, për të ndjekur një trajnim të ri apo për të nisur një biznes, tani është koha e ardhur për të vepruar. Të Hënën, është një ditë e begatë financiarisht. Mund të kesh fitime nga prona ose të ndjesh një rritje në kursime. Fati është në anën tënde, ndaj merr guximin të bësh hapa të mëdhenj. E Martë e Mërkur, mbështetje nga miqtë dhe familja, do ju ndihmojnë të shkëlqesh në punë. Mund të jesh një hap para të tjerëve me ide dhe vendime tua. E Njëjta e Premte, mund të përjetosh ankth të panevojshëm ose mungesë motivimi, por mos u shqetëso. Mbështetja e nënës ose një figure tjetër femërore mund të jap forcë për të kaluar çdo pengesë. E Shtunë, energjia pozitive rikthehet. Do të kesh përparim në punë dhe mund të takosh miq të vjetër që të ngrohin zemër. Ngjyra me fat e kaltër e errët, për qartësi mendore dhe vendime të forta. Koha me fat 10 paradite për takime, plane, karrierë dhe vendime profesionale. Numra me fat 3 dhe 9 për zgjerim dhe arritje të mëdha. Fokusohu këtë javë tek qëllimet tua afatgjata, mos lejo që ndjenjat e momentit të largojnë nga rruga jote. Këshilla e javës: kur jeta të jep një mundësi të artë, mos u mjafto me pak. Guxo, ndërto dhe beso në rrugën tënde.
Akrepi, dita me fat e mërkurë 11 qershor. I dashur akrep, kjo javë do të sjellë shpërblim për të gjithë punën që ke bërë në heshti e mërkura 11 qershor, sjell hënën e plot në shigjetar duke ndriçuar shtëpinë tënde të financës dhe pasurisë. Nëse i kthen mendimet më pas, kur ndodhi hëna e re në të njëjtën shenjë, do të kuptosh se farat që mbollë atëherë po të japin fryte tani. Ti ke punuar pa shumë zhurmë, pa bërë plane të zgjuara dhe pse nuk e ke ndier gjithmonë përparimin, universi ka qenë duke të përgatitur këtë moment bollaku. Kjo hënë plot do të sjellë shanse për të korrur përfitime financiare, për të patur rritje në të ardhur dhe për të ndier më shumë siguri dhe kontroll mbi jetën tënde. Të hënën është një ditë e qetë e mbushur me gëzim familjar dhe mbështetje nga njerëz të afërt. Do të ndjesh një ndriçim emocional dhe siguri. E martë e mërkurë, të ardhurat mbretën të qëndrueshme. Në punë ka mundësi të lidhesh me njerëz të rëndësishëm që ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tënde. Hëna e plot të dhuron besim dhe shpërblime të vënuara. E njëjtë e premte, energjia pozitive vazhdon. Do të ndjesh rritje të vetbesimit dhe mbështetje në çdo aspekt të jetës. Është koha për të besuar më shumë në veten tënde. E shtunë mund të jetë një ditë pak e ngarkuar emocionalisht me shpenzime të papritura ose shqetësime për fëmijët. Këshillohet të mos udhëtosh vetëm ose të shmangësh vendimet impulsive. Fokusi këtë javë, kjo javë ka të bëjë me korrin e asaj që ke mbjell. Lejo bollokun të të gjejë, mos e pengo me dyshime. Ngjyra me fat e gjelbër e errët për stabilitet dhe qartësi financiare. Koha me fat 11 për vendime dhe takime që lidhen me para apo investime. Numër me fat 2 dhe 8 për harmoni dhe sukses material. Këshilla e javës, mos harro, edhe kur ndryshimet duken të vogla, ato janë hapa që të çojnë drejt jetës që ke ndërruar. Shigjetari, dita me fat e hënë 9 qershor. I dashur shigjetar, mos nxito, çdo gjë ka kohën e vet. Të hënën më 9 qershor, asteroidi Pallas stacionon retrograd në Ujor, në shtëpinë tënde të mësimit, diturisë dhe kuptimit të thellë. Kjo energji të fton të ndalosh, të reflektosh dhe të përqafosh një rrugë më shpirtërore drejt dijes dhe fatit tënd. Në vend që të kërkosh përgjigje vetëm në atë që është logjike dhe e dukshme, kalo drejt një mënyre më intuitive të kuptuarit. Përdor tarot apo sinjale që të dërgon universi. Kjo javë sjell një mundësi për të marrë vendime që përputhen me fatin tënd, përmes kuptimit më të thellë të jetës dhe energjisë që të rrethon. Dita e hënë është fillim jave me tension dhe stres. Nëse ke detyra të rëndësishme, më mirë shty për nesër. Martë e mërkurë, përmirësimi ndjeshëm në gjendje shpirtërore dhe profesionale. Të ardhurat rriten, do të bëhesh më pozitiv. E njëjta e premtja, ditë gëzimit dhe suksesi. Lidhje shoqërore forcohen dhe mund të marrësh një lajm të mirë financiar ose profesional. E shtuna, përmbyllja e javës me vlerësim për përpjekjet tua. Të tjerë do të shohin me admirim dhe mund të marrësh një përfitim financiar të papritur. Ngjyra me fat blu qielli, për qartësi mendore dhe lidhje shpirtërore. Koha me fat 10 e 10 për meditim, vendime të rëndësishme apo udhëtime shpirtërore. Numrat me fat 3 dhe 9 për zgjerim dhe mësim. Fokusi javor, mëso të kuptosh drejt së dukshmes. Kjo javë nuk është vetëm për rezultate të menjëhershme, por për ndriçim shpirtëror dhe fat të qëndrueshëm. Këshilla e javës, besimi në sinjalet e universit do të çojë drejt rrugës së duhur edhe kur mendja dyshon. Bricjapi, dita me fat e hënë 9 qershor. I dashur Bricjap, ti mund t'i kesh të gjitha. Të hënën më 9 qershor, Jupiteri, planeti bullokut dhe i fatit, kalon në shenjën e Gaforës, duke ndriçuar shtëpinë tënde të dashurisë dhe romancës. Kjo është një fazë ku do të ndjesh se universi po të shtyn drejt një dashurie të vërtetë dhe të përmbushur, një lidhje që rezonon me fatin tënd shpirtëror. Mos ke frikë nga emocionet, sepse është koha për t'u hapur dhe për të besuar ndjenjat. Jupiteri këtu të jep dritën jeshile për të ndërtuar lidhje të thella dhe të bazuara jo vetëm në pasion, por edhe në kuptim, në përputhje me shpirtin. Fillon java në mënyrë pozitive, të ardhurat të qëndrueshme dhe përfundim në kohë i detyrave ideale për të hedhur hapa në dashuri.
E martë e Mërkur, kujdes, mund të përballesh me vonesa, shpenzime të papritura apo keqkuptime në komunikim. Mbaj qetësinë dhe shmang debatet. Enjtë e premte, rikthimi i energjisë pozitive, mbështetje nga njerëzit e duhur, përmirësim në të ardhura dhe ecuri në çështje të rëndësishme. E shtunë, një ditë e qetë dhe e suksesshme, mundësi për arritje personale apo dhe një blerje me vlerë, si ari. Ngjyra me fat, rozë e butë, për dashuri të pastër dhe mirëkuptim. Koha me fat, 6 dite, për takime, vendime emocionale dhe përmirësime financiare. Numrat me fat, 6 dhe 12, për stabilitet dhe harmoni. Fokus javor, energjia e dashurisë është në rritje, besoj ndjenjave, mos hezito të hapësh ndaj dikujt që prek shpirtin tënd. Kjo është koha për të jetuar një dashuri që ndriçon të ardhmen. Këshilla e javës, mos u kufizo nga frika. Jupiteri të ofron mundësinë të ndërtohesh emocionalisht dhe profesionalisht. Ujori, dita me fat e shtunë 14 qershor. I dashur jor, je gjithmonë i lirë të ndryshosh mendje, sidomos kur bëhet fjalë për qëllimin tënd në jetë. Të shtunën në 14 qershor, asteroidi Vesta stacionon direkt në Akrep, duke ndriçuar shtëpinë tënde të karrierës dhe qëllimeve jetësore. Kjo ngjarje sjell një rikthim të pasionit dhe përkushtimit të brendshëm ndaj asaj që bën. Që prej Marsit ndoshta e ndjesh shkëputur nga puna ose i pavendosur për të ardhmen tënde profesionale. Tani zjarri i brendshëm rikthehet. Vesta të ndihmon të kuptosh nëse rruga që po ndjek është në përputhje me fatin tënd. Nëse ndjen që është koha për një kthes të madhe, ky është momenti ideal për ta bërë atë. Java fillon në mënyrë aktive, mund të jesh i zënë me punë apo dhe në ditë pushimi, mbaj fokusin në detyrat dhe ruaj energjinë. E martë e Mërkur, përmirësim në të ardhura dhe progres në projekte. Pengesat do zhbllokohen dhe do ndihesh më i qetë. Enjtë e premte, ditë të ngarkuara, shpenzimet mund të rriten dhe pajisjet në shtëpi mund të krijojnë probleme. Ruaj durimin. Të shtunën, dita më e frytshme, suksesi vjen përmes përpjekjeve tua personale dhe rritja në të ardhur është e mundshme. Fati është me ty. Ngjyra me fat, blu e thellë, për qartësi mendore dhe vendime të zgjuara. Koha me fat, 10 e mëngjesit e së shtunës, për vendime profesionale dhe takime të rëndësishme. Numrat me fat, 8 dhe 14, për stabilitet dhe sukses në karrierë. Fokusi javor, guxo të pyes veten nëse ajo që po bën të ngjall pasion. Këshilla e javës, mos e shiko punën thjesht si detyrë, ajo është një thirrje ndise sërish zjarrin e qëllimit tënd. Peshqit, dita me fat e hëna 9 qershor. I ëmbël peshq, jeta jote është si një vepër arti. Edhe këtë javë, Jupiteri, planeti i fatit dhe i bollokut, kalon në shenjën emocionale të gaforrës, duke ndriçuar shtëpinë tënde të krijimtarisë, gëzimit dhe dashurisë. Nëse je pjesë e një fushë krijuese, pritet rritje dhe sukses në karrierë, por nëse nuk je, kjo periudhë të shtyn të ndjekësh pasionet tua të brendshme, të krijosh diçka autentike që përfaqëson shpirtin tënd. Kjo nuk është vetëm një javë suksesi profesional, është fillim një kapitull të ri emocional ku do ndihesh më i lehtë, më vetvetja dhe do kesh më shumë mundësi për të tërhequr dashurinë e vërtetë. Fillimi i javës është i qetë dhe harmonik, do ndihesh emocionalisht në balancë dhe do kesh mbështetje nga familja dhe miqtë e ngushtë. E Mërkur e enjte mund të ketë disa vonesa apo stres në punë, ndaj mos u nxito për vendime të mëdha, merr kohën e duhur. E premte e shtunë, shkëlqen krijimtaria jote. Nëse je beqar, mund të ndjesh një lidhje të veçantë me dikë që ka thellësi emocionale. Kjo mund të jetë fillim i mrekullueshëm. Fokusi në këtë javë, jepi përparësi asaj që të sjellë gëzim, arti, dashuria, argëtim, lëri menjan, planifikimet strikte dhe bëj jetën tënde një shprehje të bukurisë së shpirtit tënd. Ngjyra me fat, një rozë e lehtë, për ndjeshmëri, dashuri dhe frymëzim. Koha me fat, 11:30, paraditet të hënën, për ndjenja të thella dhe ide krijuese. Numrat me fat, 3 dhe 12, për gëzim, shprehje artistike dhe dashuri të re. Këshilla e javës, mos e kërko lumturinë, krijoje atë dhe fati do të të ndjekë.